Shënua dhe 1-3, ndërsa shumë raste të humbura. Sa e kënaqur me të fitore dhe mbi të gjitha me golet e realizuar sepse thash përdoruat goxha raste. Po, siç e the atje, theksove, prek aty ku duhet. Them se pjesën e parë ishte një ndeshje luftume dhe mendoj se terreni na tregoi se nuk mund të bëjmë atë futbollin ton cilësor, jo vetëm për ne, por edhe për skuadrën kundërshtare, sepse ka pas këto ditë shira të fortë në Lezhë dhe megjithatë ne u munduam me mbyll ndeshjen pjesën e parë. Shënuam 2 gola, por ishte kishte 2 luftime, pra ishte një sfidë e cila u luftua nga dy ekipet. Normalisht cilësitë që kemi në skuadër bajnë dallimin, patëm edhe pjesën e parë 2 rastet e cilat ndoshta të ishin pak më koncis mund ta thellonim rezultatin. Gjithsesi jam i kënaqur me seriozitetin që tregon ndjem fush, pra nuk ka rëndësi se ke përballë, por duhet të fokusohemi dhe të përqendrohemi tek ndeshjet si të gjitha njësoj. Ndërsa pjesa e dytë ishte një pjesë ku terreni u ranua më tepër dhe pavarësisht dominimit për sa i përket pozicionit të topit, pra ne kishim 1% të madhe topin, nuk u shënunin disa raste, të cilat nuk mund të them se ka qenë neglizhencë, por edhe pjesë e terrenit, por edhe lojtarët kishin treguar në kam të tyre pak lodhje. Kështu që duhet i kuptojmë. Normalisht kur fiton 3-0 nuk ke pse gjen gabimet maja, por gabime ka. Që si kemi mundësi të analizojmë dhe të jemi më efikas në rastet e tilla. Profesor, filluat në fitore fazën e dytë, ndërkohë që rivalit tuaj kanë lënë pikë. Është shumë e rëndësishme, ne duhet bëjmë punën tonë, duhet ju them djemve, jo vetëm presidenca, por edhe stafi janë në një përkushtim maksimal, pra kërkojmë nga ato që t'jenë profesionista, pavarësisht vendit ku jena. Unë mendoj se duke filluar nga i pari tek i fundit nuk e kemi vendin në këtë kategori, pra mendojmë se duhet jemi një kategori më lart. Dhe kështu që ne duhet ta marrim seriozisht çdo ndeshje dhe të jemi në çdo seancë servitore serioz, por edhe në çdo paraqitje serioz. Nuk ka rëndësi ndeshja para apo fundit, unë garantoj sepse shikoj në sytë e sportistëve në sjelljen e tyre në çastin e seancës servitore, kanë seriozitet dhe jo vetëm ndeshja para, por do të vazhdojmë kështu me seriozitet deri në fund. Drejt Librazhit me 2 rezultate. Drejt Librazhit ne duhet shkojmë pak më qetë, duhet jemi të bindur, por gjithsesi është një kundërshtar i fortë, kundërshtar direkt dhe ne kemi potencial dhe kemi forcë që të bëjmë një ndeshje të mirë dhe të marrim rezultate që Testuat edhe lojtarët e Mercatos Dimrit, cili është koncepti juaj ose mendimi juaj për ta? Jo, nuk mund të them testim. Mund të them tash ajo janë totalisht të ambientuar. Në ndeshje zyrtare ishte terminologjia e pyet testimit. Janë lojtarë me eksperiencë, Antonio e luajti gjithë ndeshjen, ndërsa Giulia e luajti pjesën e dytë, po ashtu edhe Kurbanovi i cili shënoi, ne shpresojmë se ju kam theksuar gjithkohën kemi bë duke ditë pozicionin se ku jemi, pra në këtë kategori kemi bë gjetje shumë të mira dhe i falenderoj se ato janë bashku grupit dhe falenderoj se janë shpejt e janë shkrimë grupin, po e dalloj edhe në sportistët e tjerë ku janë gjithë kënaqur me lojtarët që janë afruar. Kapacitetet e çdo lojtari janë shumë të larta tek skuadra Beslidjes, po ndërkohë vjen të re, do thojë unë një sindrom i humbjes së shumë rasteve. Tani futbolli këto e ka, nuk është aq e lehtë nesi e shohim nga jashtë ose nesi mund ta gjykojmë tash mas neshës, sepse ka pozicionimi i këmbëve, pra është vendosja e kundërshtarit, janë terreni i cili topi i cili ranohet, pra janë shumë kushte, por megjithatë do të shikojmë mbrapa të gjitha rastet e humbura dhe duhet analizuar me qetësi. Suksese. Faleminderit. Supporti Shiroka, por edhe Luzi që fitoi sot, mendoni se mund të krijojnë probleme deri në fund të Mendoj se jemi ndërtuar një skuadër e cila duhet me respektu vetveten, gjithashtu dhe kundërshtarin dhe duhet jemi serioz, pra duhet shikojmë bëjmë punën tonë maksimalisht dhe nëse ne e bëjmë mirë punën tonë maksimalisht, duke filluar te uni i parë dhe te i fundit, them se do arrijmë qëllimet. Faleminderit. Kemi këtu pranë gazetarin e njohur Gacmarku, ndërkohë dhe kolegun dhe mikun tim të hershëm. Një opinion rreth ndeshjes Beslidja Basanja. Unë do ta nisi fillimisht me ju, me grupin e zgjerimit, me Agustin Silmarinin dhe me Martin Deden, një dyshje shumë simpatike që po e jep shumë jo vetëm Lezhës, por të gjithë futbollit verior dhe të transmetimit tuaja të drejt për drejta, qoftë në Lezhë, keni qenë në Shkodër, keni transmetuar përballjen me Shirokën të Beslidjes apo në të gjitha stadiumet e tjera, është një punë fenomenale që
duhet t'ju vlerësoj shumë gjithë opinioni sportiv dhe me të vërtetë e keni dhënë një larmi dhe një gjallëri. Edhe atyre që nuk kanë mundësi se t'jenë prezent për ta ndjekur ndeshjen në stadiumin Brian Filipi. Edhe sot ishte kënaqësi e veçantë në këtë derbi verior, ne kishim ardhur një grup kolegësh nga Shkodra për të ndjekur derbin verior Beslidhja Basanja. Beslidhja autoritare, e kemi thënë vazhdimisht dhe ashtu është formuar për kategorinë e parë që në momentet e para ka bërë mjaft mirë në fazën e parë duke kryesuar dhe e nis përsëri me fitore bindse 3 pikë ndaj një Basanje që në një farë mënyrë u duk modeste për para ndeshjes, por bëri mirë. Për mendimin tim bëri mirë, ishte deri gjatë gjithë ndeshjes, rivalizoi, kërcënoi, pati edhe mundësitë e tilla, por Beslidhja është Beslidhja, i uroj suksese. Tashmë duhet theksuar se diferenca me ndjekësit u thellua edhe më tepër, duke pas parasysh barazimin e suportit të Librazhit në Puk, por edhe humbjen e Shirokës, ndërkohë që vjen edhe rritet edhe Luzi 2008 dhe ka mendimin se këto 4 skuadra do të jenë ato që do të shkojnë deri në fund, por i prin Beslidhja që e ka marrë rrugën drejt kategorisë parë. S'pari faleminderit për komplimentet dhe s'dyti do t'ju pyes çfarë veçuat nga loja e skuadrës së Beslidhjes. Kam parasysh dhe merkaton që është zhvilluar gjatë dimrit. Loja e Lezhjanëve e Beslidhjes më pëlqej, një lojë kompakte, e organizuar mjaft mirë. Detyrat e trajnerit Elvis Plori me çfarë e pam dhe nga pankina i zbatoi skuadra përgjithsisht mirë me një kapiten dirigjuesi Abbas Karakaçi që është me të vërtetë është luks për Beslidhjen që kanë lojë. Ka një përvojë të gjatë që në futbollin shqiptar dhe e dirigjon skuadrën, pra është shumë i nevojshëm përvoja e Karakaçit në skuadër, por edhe pjesa tjetër natyrisht që Kruja është ai që me të vërtetë sa herë mër topin me atë mjeshtrin e tij. Sot Kruja është në ditët e tij më të mira, do të thoja unë që e luan shumë ëmbël topin, e përpunon, e lellaton, në mund ta çojmë kështu në gjuhën sportive si përgdhel, edhe më mirë sepse ju jeni një komentator që keni edhe frazeologjin mjaft të pasur. Dhe mendoj se Beslidhja edhe me merkaton që ka bërë që në fillim dhe tashmë me këtë dimrore duhet përgëzuar, ka mendimin mjaft drejtori sportiv Malota, Renato Malota ka një përvojë të gjatë eksperiencë të gjatë si futbollist dhe tashmë në rolin ka marrë një mision përsipër në momentin e duhur dhe në vendin e duhur për t'i shërbyer. I ka shërbyer Vllaznisë, Ignatias, Dinamos, Kombëtarës, po i shërben Vendlidhjes Lezhës që është momentin më të duhur, por natyrisht që me krahas Malotës dhe Plori ka të bashkëpunimin e tij tek projektet e merkatos dhe dy së bashku, pa harruar presidencën Fushaj ku me çfarë shikoj krahu i djathtë i presidentit Perin Fushaj është djali i tij Claudio Fushaj, i cili e shikoj shumë aktiv jo vetëm me merkaton, por edhe në çdo stërvitje, në çdo ndeshje dhe sot ishin prezent së bashku me Malotën duke ndjekur ndeshjen në mënyrë shumë serioze. Dhe natyrisht edhe mbështetja e bashkisë, kemi thënë vazhdimisht, 2 Pierinët janë suksesi kësaj Beslidhje, Pierin Endreu në bashki dhe Pierin Fushaj në skuadër. Uroj me gjithë zemër suksese ekipit lezhjan që i duhet Beslidhjes, i duhet futbollit shqiptar. Beslidhja jo vetëm në kategorinë e parë, por në superiore. Na ka marrë madhje edhe për ato përballjet Vllaznia Beslidhja, që i kemi shijuar pikërisht në këtë stadium, por edhe në Loro Borisi. Shpresojmë t'i shikojmë shumë shpesh. Në tërësinë e gjitha këtyre që the miku im është një hallk, është një zinxhir i koordinuar mjaft mirë do të thoja, dhe unë thash dhe gjatë transmetimit pasi me ardhjen e presidentit Fushaj dhe bashkëpunimi me Bashkinë e Lezhës dhe zotin Perin Reu, por edhe me faktor teknik të skuadrës, është vërtet një ndryshim rrënjësor. Dhe lajmi më i fundit është edhe krijimi i akademisë. Çfarë do thoni ju? Super. Ky është lajmi më i mirë dhe më i mirë se ekipi i parë. Se ekipi i parë tashmë ka marrë rrugën
drejt kategorisë parë dhe më lart, por akademia është baza dhe më pëlqen vlerësoj shumë emrat që janë piketuar, Emrat e trajningut që kanë që janë- filluar me Gzim Haskun, një legjendë, Klajdi Reqin që ka Dritan bërë mjaft Smalin, mirë me ekipet e moshave, ka dalë dhe kampion me Shënkodhin me ekipet e moshave. Natyrisht Dritan Smalin djali i kësaj shtëpie, por edhe Hasan Hoxha Hasan që ka Hoxha, një drejtuar ish prej futbollist. është një akademi që besoj që do t'i shërbej shumë ekipit të parë për furnizimin me elementin e dur, pa pasur ndoshta shumë nevojë që të ketë merkato në çdo sezon. Për ta mbyllur do t'ju pyes si e parashikoni ju përballjen e Beslidhjes në Librasht. E fort do t'jetë kjo ndeshje, edhe pse sot la pik Sopoti Librazhit në Puka duket që ka filluar me marsh të mirë, po themi, ne zakonisht e themi marshi 5, dhe ashtu e filloi, ishte në avantazh 2-0, por barazim i ka marrë një pretendent i kryesor. Është ndalur në Puk Sopoti, por kam mendimin se do të jetë një koskë e fortë për Beslidhjen. Në javën e ardhshme do të jetë ndeshja kryesore që përcakton edhe rrugët, po. Krijohet optika. Unë kam mendimin që kjo Beslidhje me këtë merkato, me këto futbollistë do të di të largohet me 3 pikë nga Sopoti, edhe pse do të jetë jo pak e vështirë në Librasht, por unë i uroj sukses e Beslidhjes, ju uroj edhe ju ashtu si e fillova edhe një herë Agustin Cilmarinit me atë me news ka krijuar tashmë me të vërtetë ka krijuar një opinion dhe një vlerësim maksimal. Jo vetëm Lezhë, në Shkodër, në Verin, por gjithë Shqipërinë, Agustin Cilmarini apo atë me news është Themeluesi i televizionit të parë në Lezhë. Është i pari, unë kam pas fatun të bashkëpunoj me televizionin e Lezhës kur ishte Agustin Cilmarini që e themeloi i pari televizionin privat të Lezhës dhe akoma edhe sot është promotor i medjes. Unë sinqerisht falenderoj më shumë për fjalët që thatë për Agustin Cilmarinin, pasi ky është shumë modest vetvete, edhe mua nuk më lën të flas për të, por shqyr. Unë vazhdimisht kam folur dhe do të flas. Ja kam thënë edhe kolegët mi. Është një person për të marrë shembull për pasionin, profesionalizmin, gatishmërinë i palodhur, i jashtëzakonshëm, transmetoi direkt sot, ka premtuar shpresojmë që të jetë i mundur. Do të jemi edhe në Librazh, edhe një herë Martin Dedaj. Faleminderit për intervistën. Faleminderit ju. Faleminderit edhe Agustin Cilmarinit që pranë ka dhe djalin e tij që po e shikoj që është rritur, ka një tegzim tjetër Altini, por e ndihmon. Atëherë nuk pata ndërmend që ta nxirja si ta preklamoja, por i urojmë sukses dhe djalit tuaj, mbrojtje që të talentuar Antonio Marku i ardhur në merkatin e dimrit tek Beslidhja. Ju falenderoj shumë. Kaq mjafton. Suksese. Respekte. Përshëndetje miqi, ishim në intervistë me kolegun dhe mikun Gacmarku, i cili dha optikën e tij për zhvillimin e ndeshjes, foli edhe për ndeshjen e ardhshme, foli shumë gjëra dhe në fakt fjalët e ati janë më shumë se sa shumë çka, teksa demonstrojnë edhe profesionalizëm dhe i kemi dhënë, sot kemi përjetuar një ndeshje, do të thoja unë, në fakt jo aty ku duhet ishte Beslidhja, që është e vërteta, pasi ne jemi do të thoja të uritur për gola, jemi të uritur pasi kështu siç po shkon kampionati, do të duhet edhe një gol ndoshta në fund, por gjithsesi skuadra lezhjane sot pavarësisht terrenit të rënduar, do të thoja sidomos në pjesën e dytë, zhvilloi një lojë që duhet përgëzuar, por jo në lartësinë që duhet ishte. Ishte një lojë e shoqëruar me rezultat, pra kemi fituar 3-0 përballë ekipit, do të thoja jo modest të Basanjës. Një ekip që vërtet shumë kush e parashikonte jo në këtë nivel, por që për mua ishte një ekip që sulmonte, një ekip që mbronte, por në momentet caktuar natyrisht diferencat e lojtarëve bëjnë të tyren dhe skuadra e Beslidhjes vetëm fizikisht ndodhet në kategorinë e dytë, ashtu siç tha kolegu Marku, është ekip superiore. Nga stadiumi
Beslidhja e qytetit Lezhës, pasi kemi transmetuar të gjithë ndeshjen drejt për së drejti, kemi marrë intervistën e trajnerit Elvis Plori, kemi marrë intervistën e kolegut Gacmarku dhe ndërkohë bëjmë dije se do të jemi edhe në Librazh nga stadiumi i Librazhit për të përcjellë për ju emocionet e ndeshjes më të rëndësishme të kësaj faze, ndeshje e cila do të përcaktojë, do të thoja, fatet e këtij kampionati. Dhe nga unë Martin Dedaj dhe miku im Agustin Sinmarimi, miru dëgjofshim dhe u pafshim në emisione të tjera dhe transmetime të tjera.